Dhjetori është mbyllur si një muaj me angazhim të shtuar për qendrën kombëtare të biznesit, e cila gjatë gjithë kësaj periudhe ka qenë pranë bizneseve dhe qytetarëve, duke ofruar shërbime të vazhdueshme në regjistrime, aplikime dhe asistencë administrative. Gjatë këtij muaji QKB ka trajtuar gjithsej 9986 aplikime, ndërsa janë regjistruar 1380 biznese të reja, një tregues i interesit të vazhdueshëm për formalizim dhe zhvillim të aktivitetit ekonomik. Paralelisht janë lëshuar 130 licenca të reja dhe 25 leje të reja, duke lehtësuar proceset për ushtrimin e aktivitetit në sektor të ndryshëm. Një pjesë e konsiderueshme e shërbimeve është realizuar përmes platformave digjitale. 8462 aplikime janë kryer në regjistrin tregtar, ndërsa 716 aplikime janë depozituar në regjistrin e pronarëve përfitues. Po ashtu 808 aplikime janë bërë në regjistrin e lejeve dhe licencave, duke konfirmuar orientimin gjithnjë më të madh drejt shërbimeve online. Përveç proceseve të regjistrimit dhe licencimit, QKB ka ofruar dhe asistencë të vazhdueshme për qytetarët dhe bizneset. Vetëm gjatë muajit dhjetor janë asistuar 1112 telefonata, janë zhvilluar 318 komunikime përmes chatit direkt me operatorët, si dhe janë trajtuar 610 kërkesa përmes sistemit të biletave të asistencës dhe komunikimit elektronik përmes emailit. Sipas Qendrës Kombëtare të Bizneseve, këto të dhëna pasqyrojnë një volum të lartë pune, rritjen e përdorimit të shërbimeve digjitale dhe angazhimin për të ofruar shërbime më të shpejta dhe më efikase për bizneset dhe qytetarët.